Mirdin Daku ishte protagonist në të mirë dhe në të keq për Rubin Kazan gjatë të dielës në kampionatin rus. Lojtari i kombëtares Kuqez i shënoi 2 gola në pjesën e parë kundër Spartakut të Moskës për t'i dhënë fitoren 2-1 ekipit të tij. Në këtë mënyrë Daku e dërgoi në 11 numrin e golave sezonal në Rusi gjatë 19 ndeshjeve të luajtura, por nuk ishte e thënë që mbrëmja të mbyllej në mënyrën më të mirë. Kjo pasi në minutën e 74 një episod i shëmtuar loja me një kundërshtar prishi çdo gjë për sulmuesin. Daku pa gjyqtarin të nxirrte kartonin e dytë të verdh e më pas i rrjedhoi dhe të kuqin. Kaq mjaftoi që lojtari shqiptar të humbiste kontrollin. Për të qetësuar Daku nuk përfshin shumë shok nga skuadra dhe pjesëtar nga stafi teknik i Rubinit. Kaq Daku përmes një postimi në rrjetet sociale, golat e shënuar ja dedikoi Ri Manajt, i cili mbeti i dëmtuar gjatë një përplasjeje me mbrojtësin kundërshtar në ndeshjen e luajtur kundër Göztepe. Daku uroi që dëmtimi i Manajt të jetë sa më i lehtë. Kështu mund të thuhet se sulmuesi me origjinë kosovare do të vijë mëse në formë në kombëtare shqiptare pas 2 golave të shënuar në Rusi, duke qenë kështu një lajm mjaft pozitiv sa i takon sulmit për ndeshjet kundër Anglisë dhe Andorrës.